Në orët e fundit të jetës së tij, Papa Francesku dha mesazhin e tij të fundit për botën, duke bërë thirrje të fuqishme për çarmatim dhe armëpushim. Papa Francesku doli përpara besimtarëve në sheshin Shën Pjetri për të lexuar mesazhin e Pashkëve, i cili u bë nga kardinali Parolin për shkak të shëndetit të rënduar të Papës. Në këtë mesazh, Papa apeloi për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza, Ukrainë dhe rajonet afrikane, si dhe kërkoi mbështetje për popullsinë e Myanmarit, e cila po vuante nga pasojat e tërmetit. Ai theksoi se asnjë paqe nuk është e mundur pa çarmatim të vërtetë dhe kërkoi respektimin e lirisë fetare dhe lirimin e të burgosurve të luftës dhe atyre politik gjatë jubileut. Papa bëri thirrje për përpjekje të vazhdueshme për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme, duke përfshirë një mesazh për Ballkanin Perëndimor. Ai e cilësoi dritën e Pashkëve si një mundësi për të frymëzuar propozime për harmoni në rajon, duke mbështetur aktorët politik për të shmangur thellimin e tensioneve dhe krizave. Papa gjithashtu nënvizoi nevojën për të shmangur armatimin dhe garën e armatimeve, që nuk sjellin asnjë dobi për paqen botërore. Përveç këtyre mesazheve të fuqishme, Papa Francesku gjithashtu u fokusua në vlerën e dashurisë dhe bashkëpunimit ndërmjet popujve. Ai e theksoi se paqja nuk është vetëm mungesë e dhunës, por një proces i vazhdueshëm i ndërtimit të marrëdhënieve të shëndetshme dhe të drejta mes kombeve dhe individëve. Kjo nënkupton angazhimin për të hequr urrejtjen dhe paragjykimet dhe për të krijuar mundësi për mirëkuptim dhe përbashkësi, ku çdo individ mund të jetojë në paqe, pavarësisht besimit dhe përkatësisë etnike.